Nëse vjen e radha ime, sikur që gjithmonë kam thonë se jam besoj që një politikan i përgjithshëm, nëse vjen radha ime dhe nëse votojnë për mu, unë e normal që të marrë detyrë në formën përgjithësisë që po pres që të kanë dhe parti tjera politike në kuvend. Kështu që besoj që nëse tash nuk e di procesi si do të shkoj, me siguri s'pari listës sërbe kandidoj një kandidat ose ma shumë, nuk jam i sigurt. Por nëse krejt të to i shpenzoj të them ashtu kandidat që kanë, atëherë nëse vjen radha ime, unë do të kandidoj. Jo, nuk kam biseduar sepse sinqerisht herën e fundit kur kom menduar që kushtet këtë qenë të pjekur sa i përket një votim i tillë, ai votim nuk ka ndodhur dhe tani nuk e kom pa dhe këto ditë që partitë politike shqiptare kanë ndryshuar qasje ndaj rasti, ashtu që po pres, besoj që është e mundshme, është shumë e mundshme dhe siç thotë dhe ai vendimi i gjykatës në një formë detyron të gjithë deputetët secili me votu, prandaj kam shpresë që do të ndodhë.